Mirë se erdhët në kanalin Medito me mua. Në këtë seancë do flasim për meditimin transcendental, meditimin e jashtëzakonshëm. Çfarë do të thotë meditimi i jashtëzakonshëm? Të qenit ose të kapërcesh për te i përvojës jetësore, mendimit ose besimit të zakonshëm. Meditimi i jashtëzakonshëm është një praktikë shumë e thjeshtë, pa përpjekje dhe shumë efektive. Praktikohet duke ulur rehat me sy mbyllur për 20 minuta 2 herë në ditë. Është kaq i thjeshtë dhe natyral sa që vërtet kushdo mund ta praktikojë këtë teknikë, kudo që ndodhet, dhe nuk është nevoja të jesh në një vend të qetë. Edhe fëmijët nga mosha 10 vjeçare mund të mësojnë dhe nuk është e nevojshme të kesh ndonjë përvojë të mëparshme në meditim. Nuk ke nevojë as të dish ose të kesh eksperiencë në qetësimin e mendjes. Tani imagjino veten si një oqean i madh, ku në sipërfaqe ka ato dallgët e larta, ndërsa nëse shikon në thellësitë e oqeanit, shikon që dallgët zhduken dhe brendësia e oqeanit bëhet më i qetë. Shpesh herë kur e përjetojmë jetën vetëm në sipërfaqe, në fakt rreth 90% të kohës jemi të kapur nga dallgët, të mbingarkuar nga stresi dhe gjithçka që ndodhet rreth nesh. Mundja jonë vazhdimisht është në nxitim, bën lista, bën plane dhe merr vendime. Po ashtu si oqeani, edhe ne kemi thellë brenda një qetësie të madhe, një rezervuar të brendshëm krijimtarie. Ai është gjithmonë aty, por jo gjithmonë e aksesojmë. Diçka na pengon të përjetojmë ato qetësi të thellë. Meditimi i jashtëzakonshëm është thjesht një metodë, një teknikë që lejon mendjes të qetësohet natyrshëm, automatikisht dhe spontanisht, duke përjetuar jo vetëm nivele më të qeta dhe më të rafinuara të mendimit, por edhe ato qetësi të thellë të brendshme. Mund të praktikosh kudo që ndodhesh, jo vetëm në vend të qetë. Fillojmë. Mirë se vini, meditues i dashur, në Medito me mua. Meditimi i jashtëzakonshëm ka të bëjë me lëshimin e shtresave që shpesh e mbulojnë veten tonë të vërtetë. Nuk bëhet fjalë për të heshtur mendimet apo për të fshirë ato totalisht. Çdo moment që kalon në këtë hapësirë meditimi të ofron më shumë një gjendje të brendshme, më natyrale dhe më paqësore. Në meditimin e sotëm, do të përdorim tingullin si spirancën tonë, një gujë e qëndrueshme që e tërheq butësisht vëmendjen tënde nga jashtë drejt brendësisë. Ky tingull muzike nuk ka ndonjë kuptim të veçantë, asnjë lidhje apo besim të bashkangjitur, duke bërë një mjet universal për të gjithë. Teksa tingulli rrjedh nëpërmjet vetëdijes tonë, do të kemi më të lehtë të çlirojmë tensionin, të qetësojmë mendjen dhe të ankorohemi në momentin e tanishëm, as në të shkuarën dhe as në të ardhmen. Merr një moment tani për të vendosur në një pozicion të rehatshëm, ku ndihesh plotësisht i mbështetur. Mund të ulesh në karrike, mund të ulesh në tokë, nëse kjo është më e përshtatshme për ty, ose mund të shtrihesh. Kjo është krejtësisht në rregull. Mbylli sytë butësisht nëse të duket mirë dhe merr një frym të thellë përmes hundës. Mbaje lehtë për disa çaste, teksa nxjerr frymën nga goja, lësho çdo tension apo ngarkesë që po mbart. Lejoje veten të relaksohet në këto momente.
Pare se të fillojmë, të ftoj të përkushtohesh këtu meditim dikujt ose diçkaje me kuptim për ty. Mund të jetë një i dashur, një pjesë e vetes që ka nevojë për përkujdesje, ose edhe botës në tërësi. Me çdo frymarrje, imagjino se po dërgon dashuri, mirësi dhe ngrohtësi jashtë vetes tënde, duke u lidhur me diçka më madhështore, hyjnore. Merr edhe një frym të thellë tani, teksa e nxjerr, lësho të gjithë përçmëritë. Dhe të fillojmë së bashku këtë udhëtim të meditimit të mbi natyrshëm bashk. Tani do të prezantoj disa tingull muzike, dhe kur të gjesh, vendose në plan të parë të mendjes tënde, në skenën qendrore të hapësirës tënde të brendshme personale. Mbaje aty si pikën tënde të vetme të fokusit. Dhe nëse të vinë mendime, është në rregull. Kjo është pjesë e procesit, pjesë e meditimit. Mos i gjyko mendimet dhe mos u përpiq të bësh diçka me to. Mos i elimino, mos i kategorizo. Mund t'i vëzhgosh për një moment të shkurtër dhe kur të jesh gati, ktheu butësisht pa përpjekje me mirësi te tingulli i muzikës. Bëje këtë sa herë të jetë e nevojshme. Dhe kur tingulli të zbehet, lejoje të rezonojë në mendjen tënde edhe për disa çaste të tjera.
Tani, le të sjellim vëmendjen mbrapsh dhe lëshoje fokusin. Lejoje mendjen të endet. Lëre të shkoj aty ku ka nevojë të shkoj. Dhe ndërsa kjo seancë po i afrohet fundit, merr kohën tënde për të kthyer ngadalë në sipërfaqe. Fillo duke vërejtur ritmin e butë të frymarrjes, peshën e trupit tënd dhe ndjesitë rreth teje. Lëviz lehtë gishtat e duarve dhe këmbëve. Buzo qesh nëse të vjen natyrshëm dhe lëviz trupin tënd përsëri. Sapo të jesh gati, hapi sytë butësisht. Mbaje mend se çdo herë që praktikon këtë meditim, ti forcon lidhjen tënde me qetësinë dhe qartësinë që ekzistojnë brenda teje. Kjo është më shumë se thjesht një moment meditimi. Është një praktikë që mund të të udhëheqë gjatë gjithë jetës, duke të ndihmuar të përballosh çdo ditë me qëllim, qëndrueshmëri dhe dashuri. I dashur meditues, nëse meditimi i sotëm rezonoi me ty, të inkurajoj të i rikthehesh atij gjatë javës. Përsëritja i thellon përfitimet dhe të lejon të marrësh këtë ndjesi qetësie me vete në çdo aspekt të jetës tënde. Miru dëgjofshim.